Një prej protagonistëve të fitores së Trabzonsporit për fitoren e Kupës së Turqisë ishte padyshim dhe sulmuesi i kombëtares, Ernest Muçi, i cili mori pjesë në aksionin që solli dhe golin e parë të shënuar nga Onuaçus, që i hapi rrugën këtij suksesi. Lidhur me këtë moment të veçantë që kulmoi dhe me trofeun e parë të fituar me klubin nga Trabzoni, ka folur vetë 25 vjeçari në një intervistë dhënë për televizionin Top Channel për gazetarin Edi Manushi. Kam shumë emocione. Ka qenë një sezon shumë i gjatë, me ulje dhe ngritje. Më vjen mirë që e mbyllëm kështu me trofe, sepse ka shumë rëndësi për të gjithë, për klubin, tifozët dhe për ne lojtarët, u shpreh fillimisht Muçi. Më pas, ishi i Tiranës përmendi dhe rrugtimin e tij të gjatë që ka përshkruar gjatë karrierës, ku theksoi krenarinë që ka kontribuar për tituj të rëndësishëm tek Bardheblut, si dhe për kalimin në Poloni, teksa pati dhe një falënderim për të gjithë tifozët shqiptar që e kanë ndjekur. Jam shumë krenar që kam qenë pjesë e sukseseve dhe titujve kampion tek Tirana, Legia e Varshavës, por edhe këtu. Shpresoj të keni edhe tituj të tjerë. Faleminderit shumë të gjithë shqiptarëve që vinë dhe më mbështesin, përfundoi sulmuesi deklaratën e tij. Kujtojmë se sulmuesi u blej për 8.5 milion eurove nga Beshiktasi pak ditë më parë, duke bërë që drejtuesit ta shohin si një investim të rëndësishëm për sezonin e ardhshëm dhe të besojnë plotësisht tek aftësitë e tij. Ernest Muçi po thye në rekorde si 25 vjeçari që është produkt i futbollit shqiptar. Dje u zyrtarizua nga Trabzonspor, që vendosi të blej kartonin për 8.5 milion euro nga Beshiktashi. Kështu edhe u bë transferimi më i shtrenjtë në historinë e gjigantëve të Trabzonsporit. Po Gradecari po vendos rekorde të reja, dhe kjo nuk është risi. Ishte shkurti i vitit 2021, kur Tirana e shiti për një shifër rekord për klubin prej 500.000 eurosh. Asokohe ruajti edhe përqindje nga kartoni. Kështu përfitoi nga shitja e mëvonshme e Muçit për të qenë aktualisht lojtari që i ka sjellë Bardhebluve më tepër të ardhura në historinë e tyre. Muçi u largua nga Legia e Varshavës për te Beshiktashi, pikërisht në shkurtin e vitit 2024. Shifra prej 10 milion eurosh e bën Muçin transferimin më të shtrenjtë të gjigantëve të Polonisë. Beshiktashi, asokohe, e kishte blerjen e dytë më të shtrenjtë në historinë e klubit. Trabzonspori e huazoi në shtatorin e vitit të kaluar për 1 milion euro. Bashk me shifrën 8.5 milion euro që duhet paguar për transferimin përfundimitar, lojtari i kombëtares është edhe më i shtrenjti në historinë e Trabzonit. Për t'u theksuar edhe paga prej 3.5 milion euro që përfiton nga kontrata e re. Muçi është tashmë lojtari më i paguar i Shqipërisë. Kupa e vjetë në historinë e klubit vlen shumë për lojtarët e Trabzonsporit. Mediat turke kanë njoftuar se drejtuesit e klubit u kanë premtuar një premio të majme secilit lojtar për triumfin e arritur. Shifra e premtuar është rreth 94.000 euro. Një shifër e kënaqshme kjo që Muçi do e marrin si shpërblim për suksesin e arritur pas triumfit 2-1 ndaj Konyasporit. Ernest Muçi e ka mbyllur këtë sezon në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi Trabzonspori i tij është shtallur sot fituesi i Kupës së Turqisë, duke mundur në finale skuadrën e Konyasporit. Muçi ishte titular në këtë duel, teksa u bë protagonist gjatë aksionit të golit të avantazhit për ekipin e tij, të shënuar nga Onuaçu. Më pas, Konyaspori barazoi shifrat dhe kishte mundësinë që të kalonte në avantazh me një penallti. Por Enis Bardhi gaboi nga pika e bardhë duke goditur shtyllën e portës së mbrojtur nga Onana. Pak minuta më vonë e kishte radhën Trabzonspori të fitonte penallti, me Onuaçun i cili nuk gaboi gjuajtjen e tij dhe shënoi golin e rezultatit 2-1, me të cilin u mbyll takimi, duke i dhënë Trabzonsporit trofeun e 10 në histori. Klubi i Trabzonspor ka aktivizuar sot klauzolën që jep të drejtën e blerjes së Ernest Muçit nga Beshiktashi, siç ishte akordi paraprak mes klubeve kur u huazua futbollisti shqiptar. Por për të bërë zyrtar këtë transferim të rëndësishëm për klubin, Trabzonspori është mjaftuar me vetëm një fjali, ndonse pagesa e 9.5 milion eurove në total për të blerë Muçin është rekordi i ri i shpenzimit të këtij klubi për një futbollist. Sa i përket transferimit përfundimtar të lojtarit ton të futbollit profesionist Ernest Muçi, klauzola në marrëveshjen e huazimit që i përkiste klubit ton është aktivizuar, ishte njoftimi i shkurtër i Trabzonsporit. Një mesazh i shkurtër, pasi klubi i ka dhënë më shumë rëndësi përgatitjeve të skuadrës për pjesëmarrjen në finalen e Kupës së Turqisë përballë Konyaspor, duke shpresuar që Muçi të bëhet përsëri protagonist atje dhe t'i sigurojë këtë trofe, tashmë 100% si futbollisti i kësaj skuadre.
marrin fund dilemat për të ardhmen e Enes Muçit. Ashtu siç ishte caktuar me skribeve, me datën 20 maj, ka marrë fund telenovela rreth futbollistit, pasi Beşiktashi ka bërë të ditur që klubi i Trabzonspor ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të sulmuesit shqiptar. Lidhur me transferimin përfundimtar të futbollistit profesionist Enes Muçi, e drejta e opsionit të blerjes, e përfshirë në marrëveshjen e huazimit, u aktivizua nga Trabzonspor. Sipas asaj, Trabzonspor do t'i paguaj klubit ton shumën prej 8.5 milion euro plus TVSH. Falenderojmë Enes Muçin për kontributin e tij në klubin ton dhe ju urojmë suksese në karrierën e tij të ardhshme, shkruaj në njoftimin e Beşiktaşit. Enes Muçi Trabzonspor, një martesë do të vazhdoj përtej huazimit një vjeçar, pasi klubi nga Trabzoni vendosi të aktivizoj klauzolën e blerjes së tij për një shumë totale prej 9.5 milion eurosh. Nga kjo shitje e sulmuesit kombëtares, Beşiktaşi duket se ka arritur dhe një tjetër rekord, pasi largimi i shqiptarit shënon biznesin e 5 më fitimplurës në historinë e tyre. Në krye qëndron Cenk Tosun, i cili u shit nga shqiponjat e Stambollit për shifrën e 22.5 milion eurove, ndjekur nga ish sulmuesi i Romës dhe Milanit, Temi Abraham, me 21 milion euro, Getson Fernandes me 20.78 milion dhe Dembaba me 13 milion. Muçi ka gjetur rrugën e rrjetës plot 16 herë këtë sezon, ndërsa ka asistuar 8 të tjerë në 34 ndeshje të luajtura. Kohët e fundit, qyteti i Trabzonit ka marrë tjetër rëndësi, jo vetëm në sytë e popullit turk, por edhe më gjerë. Një rol shumë të rëndësishëm, sipas mediumit 61 Vakit, ka sulmuesi i Shqipërisë Enes Muçi, i cili luan aktualisht te ekipi i Trabzonspor, e ku po i habit të gjithë me klasin e lartë dhe golat e çmendur. Emri tjetër vjen nga fusha e kinematografisë. Fjala është për aktoren Ava Yaman. Ajo është vetëm 20 vjeçe, ndërsa në serialin televiziv Tasaçak Budeniz, ky det do të vërshoj, përmes skenave prekse të kapura në rrugët e Trabzonit, ka dhënë një promovim të fortë kulturor të qytetit. Muçi në fushën e blertë dhe Ava Yaman në aktrim janë kthyer në aset për qytetin e Trabzonit. Enes Muçi tashmë e di se ku do të vazhdojë ardhmja e tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare do të vazhdojë të luajë me ekipin e Trabzonspor, pasi mediat turke bëjnë të ditur se klubi i tij ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të futbollistit nga Beşiktaşi, që e kishte dhënë në huazim. Trabzonspori kishte kohë deri më 20 maj për të vendosur, por ka përshpejtuar gjithçka, duke arritur në përfundimin se Muçi është një futbollist i cili nevojitet me do e mos për të arritur objektivat rëndësishëm. Kësaj, ka planuar që të paguaj 8.5 milion euro në 5 këste që kërkonte Beşiktaşi për futbollistin, duke i njoftuar zyrtarisht. Në këtë mënyrë, duke shtuar edhe shifrën prej 1 milion eurosh që Trabzonspor ka paguar për huazimin e Muçit, ai bëhet futbollisti më i shtrenjtë që ka bler ndonjëherë ky klub në historinë e tij, duke vendosur një rekord të ri për të. Muçi do të përfitojë një pagë rekord, pikërisht 3.5 milion euro. Kontrata ndërkohë vlen deri në vitin 2029. Me sfushorin me tipare sulmuese, do të bëhet kështu më i paguari i kombëtares shqiptare. 25 vjeçari ka shkëlqyer në këtë edicion si i huazuar, madje duke u bërë lojtari që po e shtyn Trabzoni drejt fitimit të Kupës së Turqisë. Me 15 gola të shënuar dhe 9 të tjerë të asistuar në 34 paraqitje, Muçi kaloi çdo pritshmëri. Besimi kryesor tek ai është pikërisht nga trajneri Fatih Teke. Me 9.5 milion euro të shpenzuara për to në total, pasi 1 milion kustoi huazimi, Muçi bëhet edhe investimi më i shtrenjtë tek Trabzonspori. Kështu edhe shkruan historinë me klubin turk.